Çfarë duhet kuptojnë edhe subjektet opozitare, pra që janë tash në kuvend, që kanë numrat në kuvend, kanë deputet kuvend, është se sipas kushtetutës, sipas interpretimeve nga gjykata kushtetuese, pra e drejta për të propozuar dhe për të pas pozitën e kryekuvendarit i takon ekskluzivisht partisë fituese. Në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Andaj ne si lëvizje vetëvendosje gjithsesi që po presim pra ngjajshëm sikurse ishte rasti më hershëm, pra i blokadës së kuvendit për raportin e konfirmimit të mandateve dhe që në fund pastaj opozita u pajtua me qëndrimin tonë dhe u detyruan ta votojnë unanimisht, ngjashëm e kemi edhe situatën tani. Kushtetuta thot, si dhe interpretimi i gjykatës kushtetuese e thot që të gjithë deputetët duhet të marrin pjesë. Pra nuk është çështje e diskutimit apo diskrecion i propozimit nga subjektet tjera. Ekskluzivisht pozita e kryetarit të kuvendit i takon partisë fituese dhe ne sapo që kemi konfirmimin pra edhe nga subjektet opozitare që pajtohen me rezultatin zgjedhor, pra që lëvizja vetëvendosje është subjekti fitues, sepse siç po shihet përkundër faktit pra që kemi më shumë vota se dy subjekte tjera radhazi, pra vendi i dytë e i tretë bashk, ka një gjas nga subjektet opozitare me rezultatin zgjedhor. Pra duhet të sigurohemi që subjektet opozitare e kanë kuptuar rezultatin zgjedhor, e kanë kuptuar mesazhin e votuesve qytetarëve dhe në mënyrë që të ecim para, pra që të zhbllokohet puna e kuvendit në konstituimin e vet, duhet që të gjithë të marrin pjesë në votim dhe të ecim para. Pra zgjedhet kryetari i kuvendit edhe ne tashmë e kemi propozimin, pra është deputetja ministrja në detyrë Albulena Haxhiu, e cila është propozuar dhe sapo të kemi dakordimin dhe konfirmimin që ka vullnet për zhbllokim të procesit nga subjektet opozitare, ne do të vazhdojmë tutje. Faleminderit.